se erdhe dhe një vlog të ri. Sot vlogun do ta nis pak më ndryshe se herët e tjera, sepse kam qef ta hap me një dhuratë që më ka ardhur nga një prej jush. Dhe në fakt kjo vajza e cila ka këtë biznesin e bukur, e vogël, pak a shumë edhe e njoh sepse e kam pas në shkollë dhe këto kohë të fundit ka hap biznesin e saj dhe ka gjona shumë bukura dhe i ka duart e arta dhe kjo. Për mu kjo dhurata është shumë e veçantë sepse përveç se vajza ka mendu për çunin tim, me mbo diçka lidhje me çunin tim, i ka shku mendja edhe për mbesën dhe kjo për mua është një gjë shumë e veçantë, shumë e bukur dhe falenderoj nga zemra. Po ndihem shumë përveç se mirë dhe lumtur edhe me emocione sepse kjo gjë tregon shumë. Të mendojnë përveç se për djalin tim edhe për mbesën është diçka shumë e madhe. Është shumë e madhe dhe ju thash, ka shumë vlerë. Përveç se është jashtëmase gjë e bukur që unë ja u tregoj tani, unë i kam hap, me thënë drejtën, nuk kam duru dot, momentin që i hapa qyr makinë, po paketimet e rujta janë si zakonisht të paketimet që përdorin për pakot e fundit. Më kishte vendos dhe nga këto paketimet kështu, dhe me thënë paketimi ishte shumë i mirë, ishte i 2 fisht, dhe si fillim dhe ju tregoj këtë të çunit tim, që është, nuk di që t'ju them, është përveç se ngjyrë fantastike, ka bë dhe një kombinim shumë perfekt të këtyre guackave, guriçkave dhe duket fiks si një oqean, dhe duket sikur nga oqeani ka dal emri i çunit. Ishte diçka, nuk e di domethënë, momenti që e kam pa, jam surprizuar shumë dhe e kam pëlqyer jashtëmase shumë, sepse ajo vajza më tha, "Zill çfarë dushta tek çfarë shofësh tek profili im", dhe unë i thash, "Do ta lej ty në dorë, mjafton që për çunin ti ngjyra çunash dhe për gocën ngjyra gocash", dhe ka bërë çdo gjë me mendimin e vet dhe me dëshirën e vet dhe ka dalë fantastike. Po ta vini re diku këtu, imitohet shumë bukur edhe dallga e detit, vala e detit, ngjyra e detit. Dhe me thënë është fantastike edhe për dekor për këtë periudhë që do vi vera. Më pëlqen jashtëmase shumë. Dhe është diçka e veçantë, sepse duke menduar që resina, nuk e di apo e them mirë, me sa kam pa është diçka që do goxha nerva dhe vullnet merresh. Kështu që i vlerësoj jashtëmase shumë. Tani shikoni rreth gocës. Ky është emri gocës, besoj se shumë për ju e kanë kuptu. Dhe ma ka bo me ngjyrë lejla, me pak pana dhe me temina, shumë e ëmbël, shumë e bukur, fiks për ato dhomat e bukura të gocave. Nuk e di, dhe kjo më duket si pak si ato akuamarin. Akuamarina në fakt është në bojqell, në jeshile, po atë idenë e akuamarinës më jep, nuk e di pse. Dhe këtu përveç xixave dhe teminave ka dhe gurat vogël, gurat vegjël, nuk e di a i shifni, ka gura, është shumë e bukur. Nuk e di domethënë, jam shumë e lumtur me këtë lloj dhurate. Me zë përpres që ta vendos të çunit duke te shtëpia dhe mota te shtëpia vet, emrin e gocës vet, dhe e falenderojmë nga zemra vajzën që na e dhuroi, edhe unë dhe motra, dhe ja vlej emrin patjetër diku këtu, dhe ju sugjeroj që të kaloni një herë nga profili i saj, sepse çfarë nuk kishte. Domethënë kjo është një pjesë shumë e vogël e mrekullive që ajo bonte, dhe jam e sigurt që po hyte e profili, diçka do e merrni patjetër. Sidomos këtë periudhë që kemi 7-8 marsin para, keni ide shumë të bukura për dhurata për mësuesit dhe për mamin. Kështu që ju ftoj që të shkoni, ta vizitoni faqen dhe të bëni porosin tuaj, sepse me sa kam vënë re këtë periudhë është shumë e ngarkuar dhe
sa më shpejt bëni porosi, aq më të sigurta e keni porosin që mund ta merrni, sepse mund edhe të kthehen. Se pikërisht sot pash tek story që kishte goxha punë dhe nuk merrte më porosi për sot, më duket e për nesër. Kështu që momenti që kjo video do postohet, besoj se do jemi 2 ditë mbrapa dhe bëni porosin tuaj që ta merrni sa më shpejt. Unë do i bëj disa foto dhe video këtyre, sepse janë shumë bukura. Po njëkohësisht do i tregoj dhe nga 2 blerë të vogla që bëm tani në farmaci, që në fakt i deu Lori, nuk zbita nga makina, shkum për panolinat e cunit, si gjithmonë. Dhe unë kudo që shkoj nuk parathem mo tani një film caktu me panolinash, sepse në përgjithësi unë cunit i ka marrë kur lindi panolinat e Kit & Kin dhe të Trudit. Pak më mbrapa kalova tek Pampersi, po tani nga që çuni është rrit shumë, thjesht kudo që shkoj në këtë farmaci i them aman më jepni numrin më të madh që keni dhe Lorit i kishin dhënë këtë numrin 6, që prap kam hallë se çuni nuk e ka mjaftueshëm mirë. Një periudhë pa të marr gjetëm 7-ën dhe e kishte perfekt. Këto kam hallë se do të jetë shumë fiks, po gjithsesi unë po ja u tregoj, atë fuse sa gjë të bukur po tregoj, po mund të ketë mama që mund të jim punë informacion. Unë kam ngel shumë e kënaqur me Pampersat. Në përgjithësi më kanë pëlqyer gjithmonë, po ky versioni që është 6-a dhe 7-a vin me këtë pjesën mbrapa që është me elastik, që hapet dhe mbyllet dhe mund t'i shkoj çdo lloj trupi fëmijë, edhe Odim që është goxha i shëndetshëm dhe i gjatë, edhe pse është 6-a dhe e ka fiks, prap shumë i rri, nuk i del qiqi jashtë. 7-a është perfekte fare, po kur zgjejmë marrim këtë, ka dhe dizenje shumë bukura dhe janë shumë të buta në dorë sepse janë Pampers Premium Care. Unë këto përgjithësi këtë periudhë këtë preferoj të marr, sepse më duken më përshtatshmet. Morëm edhe një pako letra të plagura, që mund kem sa çunish gati 3 vjeç, kam 3 vjeç që i marr pa pushim këto. Kanë një aromë fantastike nga nektari i luleve dhe më pëlqejnë shumë. Dhe i thash Lorit merri çuni dhe një biberon, sepse çuni ju kam thënë që akoma marron të pimen biberon, domethënë nuk i pëlqen shumë të pi me gotë. Dhe i thash merr një biberon çunit nga këto që të jetë për moshën e çunit, nga këto bebesh fare. Dhe ka marrë një firmë, Twist Shake, një firmë dhe një version që unë nuk e kam provu kurrë. Do jetë hera parë kjo që do e provojmë. Është ky versioni kështu. Duket shumë i bukur, është i madh goxha, nuk e di se sa miligram man ky, 330 miligram. Shumë mirë. Dhe këtu sipër tek pjesa e kapakut ka dhe një tip kontenjeri të vogël që mban qumshin pluhur, nëse do i bëjmë qumësh pluhur për shembull fëmijës. E unë pa e hapa, ja u tregoj. Është, ju thash, është hera parë që do e provoj këtë lloj marke, po e di që është shumë e mirë sepse e kam pa që e lavdrojmë shumë. Është shumë i bukur. Ja, shikoni si është në dorë, shumë i bukur, shumë i veçantë, ndryshe nga të tjerat, dhe ka një ngjyrë buqell jashtëmase të bukur, dhe shkruan Twist Shake with passion for babies. Tani unë do ta provoj, pas kam duket edhe këtë si mekanizëm që të nxjerrë bulzat, të nxjerrë domethënë atë shkumën që krijohet. Tani nuk e di çfarë efekti ka kjo, që u hap ka. Ishte një tip kapaku ky. Nuk e di çfarë efekti ka kjo. Thjesht vendoset këtu, se di. Ja. Do jetë thjesht për bukuri. Vendoset kjo këtu. Dhe këtu vendoset qumshi pluhur, në rast se i përdorni akoma qumësh pluhur bebit. E mbyll këtu, po shikoni pak se sa biberon të bukur paska, më pëlqej aq shumë. Ja. Domethënë Lori paska bën një super blerje. Bravo.
Shumë e bukur dhe për dhe ju them, po me sa po shoh nga forma, sepse unë jam bo një profesioniste e biberonash, e kuptoj që do jetë goxha biberon i mirë dhe ky kushtoi 13.800 lek. Domethënë është një çmim relativisht i mirë, nuk është se shumë i shtrenjtë, duke ditë që ka biberona edhe me nga 30.000 lek, 40.000 lek. Ky është një çmim i mirë. Kaq isha për t'ju tregu, sepse tani do bëj gati çunin për gjumë, se është goxha vonë, e kam hapi çik si vonë vlogun, po nuk rija dot për u tregu këtë, sidomos dhuratën që më erdhi, dhe thash që tregova dhuratën, po ju tregoj këto blere që bëm tani para se të vinim në shtëpi. Nëse unë hika tani të bëj dush, dhe çunin gjumë dhe mund të shohim një film ose një seri dhe nani pastaj. Ika natën e mirë, shifemi nesër. Timoni është prish, nuk bon pipip? Pse s'bon pipip e? Provoje herë, boje pipip. Pipip. Provoje. Pipip. Nuk bo ka? Është prish. Po që ka prish. T'ju tregoj pak se qa mora te Konadi, se shkum bashkë me mami dhe çunin, bëjmë qikat e pazarin e dietës time. Në fakt, kote bëjk shumë e thonjë se dieta mam do jetë, është dieta që më bon ato tek testi intolerancës ushqimore, në bazë të ushqimeve që më dolën mu intolerante dhe tolerante, dhe e filloj sot. Madje akoma nuk e kam fillu, po shkon ora e drekës, unë s'kam hëngër mëngjesin, po nese duhet shkoja patjetër të bëja një furnizim që filloja me dietën. Mendova se vendi më i përshtatshëm që të bëja këto të dietës ishte Konadi. Dhe prandaj shkuam aty. Si fillim mora fileto pule, kështu të holla, sepse me sa vura re fileto pule dhe fileto peshku kisha shumë tek dieta. Edhe i mora, vetëm se vura re diçka. Konadi gjithmonë i ka pas çmimet shumë të shtrenjta, po i kishte rrit akoma më shumë. Këtu për shembull, këtu janë vetëm 2 feta, nuk e di a kuptoni, po janë vetëm 2 feta të holla, pule, dhe kanë bë 4.670 lek. 4.700 lek më. Është çiksi shumë, sepse po ti blesh tek Ekstra ose nuk e di, në ndonjë supermarket tjetër, nuk janë kur në botë më shumë se, po them më shumë pa 3.000 lek, po nese, me që shkova aty i mora. Tek dieta kisha shumë dhe çaj jeshil për të konsumu, edhe e mora. Unë e di që kam në shtëpi, po do ketë kohë që është hap edhe mos është prish, kështu që mora një pako të re. Mora fara susam, sepse kisha shumë sallatra tek dieta që thonin shtoj pak fara susam sipër ose dhe avokados, dhe prandaj mora. Këto 290 gram, 2.400 lek kushtun. Po ka goxha këtu brenda, kështu që nuk mund të them që ishte shumë shtrenjtë. Mora pak fare ricota,
160 gram 2700 lek. Ja sa pak ka. Po çmimet i thash janë përgjithsisht shumë shtrenjta. Gjithashtu për të konsumuar shumë kisha dhe kumbull, më falni, dhe kumbull. Sepse duhet ta përdor dhe si reçel edhe ta haj normalisht. Dhe bleva një pako nga këto, 4000 lek, 3930 lek. Ua, po ajo çash ajo? Flotët e mami. Për flotët e mamit, bravo. Shifje që ka tjetër të me? Që ka këtu? Gjeje pak? Të riqe. Ha, mere tjetër. Ha. Syzet e mamit, syzet. Syzet e mamit. Flotët e mami. Wow. Wow, sa të bukra. Sa të bukra. Ti falë ty mami këto? Se ty tri kanë shumë bukur. Wow. E zizët e odi. Po, tash janë syzet e Odit. Hajde i tregojmë njerëzve çka kemi marrë tjetër. Çka ka këtu tjetër? Hape ta shohim, hape të qesën ta shohim çka ka këtu. Hape. Okej, hap mami. Sa e bukur kapelja Odit. Vete koka ta shohim? Wow. Ta shohim dhe këto gocat? Wow, sa e bukluj. Tash çka ka aty mrena? Se dhe kjo për ty është. Hape ta shohim bashk. Pitam se mami sa hapet kjo lloj qese kështu. Prit se kjo është çike çuditshme për ty mami. Ja, kështu. Të riqe këtë zip. Hape nxjerr çka këtu mrena. Nxjerr çka këtu mrena. Të riqe të shohim çka ka mrena. Ha? Ape. Tregoj kështu mami, tregoj tamam të shohim këto. Tregoj tamam. Wow. I tregove ti çka erdhën sot nga Temuja, a? I tregoj çuni, a? Bravo. Pëlqejnë? Nuk ka mo, aloj. Luta. Kush doli?
Tani, më në fund, me që gjeta pak kohë, se kam qenë pak e ngarkuar këto ditë, jo me palestrën, jo me disa gjona të mia, dhe nuk është se kam filmu shumë duke fol, po ju kam premtuar që do ju tregoj, do flas për 3 pika kryesore, për 3 pyetjet më të rëndësishme që ju më keni bë. Janë pyetjet më shpeshta që më vinë në Instagram këto ditët e fundit, të cilat janë: pse nuk po shkon më tek shkënda? Na flit pak rreth intolerancës ushqimore dhe a ja vleti me vërtet makineria e bukës. Tani, për sa i përket shkëndës, keni drejt që nuk kam shku fare, mund të kem më shumë se 1 muaj që nuk shkoj, dhe arsyeja e vetme është arsye shëndetësore të mijat. Jo se ka diçka që nuk shkon me ato seansat që më boja atje, sepse siç më keni pyet, nuk e di sa njerëz mund të jeni që më pyesni rreth shkëndës, si në fillim, si tani që unë nuk po shkoj më. Siç ju kam thënë në fillim, edhe tani ja vlen vërtet. Ka me vërtet, po mami, ka me vërtet rezultat, në rast se ju i boni rregullisht dhe mbani re regjimin, sepse çdo një regjim ushqimor që t'jepet, dhe duhet të pini sa më shumë ujë. Nëse ju i boni këto 3 pikat kryesore, është e sigurt që do vini nga pesha dhe do ndjeni shumë më mirë, shumë më energjik. Po, duhet keni kujdes në rast se jeni njerëz që keni probleme me tensionin. Kjo është vetëm gjë që mu më prish punë. Më rrit goxha tensioni, si një njerëz që unë e kam tensionin shumë të ulët, më rrit shumë dhe trupi nuk e përballon dot tensionin e lartë, se është mësuar gjithmonë gjithë jetën me tension të ulët dhe nuk e di se pse mund ndikoj aty. Plus pata dhe disa probleme me ciklin. Kështu që me sa kuptova këtë periudhë, paktën që po vjen groti, ato seansa për momentin nuk mund t'i bëj dot, nuk janë për mua për momentin, sepse dhe doktori që kam fol për pjesën e tensionit dhe ginekologu më tha që bëj një periudhë pauzë, jo se të bëjnë keq, se nuk janë seansa që të bëjnë keq, nuk është asnjë gjë e keqe aty. Po si do të jetë nxehtësia e tepërt ose një person pak delikat si puna ime, nuk e përballon dot dhe unë me thënë drejtën fillim i stopova për shkakun se doja të rija sa më pranë motrës, se ishin ato 2 javë të fundit që motra do linte, plus mbasi lindi motra, dhe kisha ndarë me jenë që atë periudhë nuk do shkoja dhe do ndihmoja motrën, po gjatë kësaj periudhe që unë nuk po shkoja, më shfaqën këto problemet dhe e mira ishte ti stopoja. Po nuk mund të rija pa bë asnjë gjë. Unë kam 1 javë që kam filluar palestrën, sepse për mua kjo është periudha perfekte që unë mund të bi nga pesha para verës. Dhe kam filluar palestrën për ditë, bëj 1 orë pistë dhe mundohem të bëj nga pak ushtrime. Po do e shtoj akoma më shumë këtë pjesën e palestrës, sepse me thënë drejtën, palestra nuk më jep këto shqetësime që pata tek shkënda, po për gocat edhe për çunat që janë top nga pjesa e shëndetit, që s'kan asnjë problem, shkoni pa pikë meraku sepse ka me vërtet rezultat. Imagjinoni, unë rash për 8 seanca, rash gati 5 kg, 4 kg e pak. Kështu që ka goxha rezultat, nuk është rren. Ta keni sigurt, nuk është rren, është shumë e vërtet. Thjesht duhet keni durim dhe duhet mbani edhe ju regjimin ushqimor, patjetër, sepse nëse nuk mbani regjimin ushqimor dhe thjesht shkon atje, nuk është se do kesh ndonjë rezultat kush e di se çfarë. Nëse keni vullnet, keni dëshirë dhe guxim, dhe ju mendoni se do ja dilni, shkoni dhe ja u premtoj unë që do keni rezultate, sepse kanë shkuar dhe shumë njerëzit të mi, shoqëria ime, dhe kanë goxha rezultate të mira nga shkolla. Ndërsa, për sa i përket intolerancës ushqimore, unë kam ka gati 1 vit që kam dash me bë, sepse ma kanë sugjeruar shumë njerëz të mik, po me thënë drejtën nuk para e besoja, po e vendosa para 1 muaji, nuk e di a ka s'ka, jo 1 muaj, e kam bë me datë 13 shkurt. Sot jemi me 7 mars, kështu që gati bëj 1 muaj që e kam bë, dhe
Më dolën disa ushqime që unë nuk mendoja kur në botë se mund të isha intolerante. Më doli pjeshka, më doli rukola, shumë intolerante, qumshti, pilafi, orizi i bardhë, që unë marroj për orizin e bardhë, dola intolerante. Do më thënë, nga gruri, nga çdo lloj ushqimi që vjen nga gruri, dola intolerante. Që ajo goca që ajo zonja më saktë që ishte atje më ka hartu dhe një dietë personale për mua, që unë këto kohë po mundohem shumë ta mbaj. Nuk po e mbaj 100%, po e mbaj. Do të thënë 80% që po, dhe ndihem shumë mirë. Përveç kësaj ju thash po bëj dhe palestër. Dhe u lejt emrin diku këtu, emrin e intolerancës ushqimore, klinikës ku unë shkova në Tiranë. Dhe kishte me vërtet çmime shumë të mira dhe të sqaronte jashtëmasi shumë mirë. Unë besoj se këtë periudhë mund shkoj dhe se do bëj një si tip bashkëpunimi të vogël me atë klinikë dhe do ju flas më mirë, më gjatë, më gjerë, po për momentin, siç ju thash, jam e ngarkuar si me motrën që po e ndihmojmë, si me punët e mia që kam edhe nuk kam mundot të shkoj. Dhe kështu, ndërsa për më falni që po ngjoni gjithkohë lef me qeç, po janë qeni im që është kjo borri dhe qeni që është këtu ke shtëpia, po lefim njëri tjetrin dhe na lytën menç. Ndërsa për makinerinë e bukës ishte fantastike, edhe pse merr një mesazh më tha Kamila ti e ke për bashkëpunim, tha dhe do flasësh mirë për atë. E para punës nuk e kam bashkëpunim, kam dhënë lekët 1.000. Dhe e dyta, nuk jam njeriu që flas vetëm për rit bashkëpunimeve ose për dhuratave që më bëjnë. Kush më njeh nga afër e di shumë mirë këtë gjë, se nuk është se me thëmë varem ke këto gjona, nuk është se kam nevojë shumë për dhurata, më the tash, po ta dini çdo lloj gjëje që unë do ju tregoj, çdo lloj gjëje që unë do porosiz dhe do ju sugjeroj dhe juve, jam me vërtet mendimet e mia dhe me vërtet që më ka pëlqyer, nuk flas kot. Dhe unë kam bo 2 a 3, jo, kam bo 2 bukë integrale, me njëherë me tërshër, njëherë me tërshër dhe harrova se çfarë tjetër që e bën me fara e kështu. Nice, 2 buka integrale dhe 1 normale dhe kanë dalë fantastike. Unë pak pjesë kam kapja, kam tregu, ka një shije të mirë, një aromë shumë të mirë. Thjesht i vendos ato ingredientët që duan, i fut aty mren me masat e veta që ti tregon ajo dhe leje e bën punën e vet ajo, mas 3 orësh që ke bukën gati, e ke të pjekur me aromë të mirë, me ngjyrë si dush ti. Do më thënë ishte fantastike, më ka pëlqyer shumë dhe këtë periudhë nuk kam ble fare bukë jashtë, se siç ju thash në Instagram, unë nuk du më të haj bukë gruri sepse nuk më lejohet më, kam dalë intolerante dhe duhet haj vetëm bukë integrale, po në për këto vendet ku blejmë bukë integrale nuk e kam shumë besën, se nuk më duken 100% integrale, dhe thash po ashtu, po blej këtë makinerinë e bukës dhe po e bëj vetë. Dhe kështu kam bo. Jam shumë e kënaqur, ka shiju shumë dhe ajo e bën vetë punën e vet. Ju thjesht vendosni çfarë duhet të fusni mren dhe ajo i bën. Dhe përveç bukës bën dhe kek, bën dhe jogurt, ëmbëlsira të ndryshme, thjesht ka atë në rast se don të ngrofësh bukën, ka edhe atë butonin që është typ thjesht për ngroje, kështu që çfarë nuk ka, më ka pëlqyer shumë dhe ju sugjeroj dhe ju kush don që ta bëj bukën vet. Sepse me këtë kohë që ka ardhur nuk po e dim se me çfarë po bëhet më buka. Nëse unë tani po iki sepse kam një vizitë për të bërë tek ca njerëzit e mi dhe me shumë mundësi këtë vlog do ta mbyll këtu dhe kismet do hapim vlogun tjetër o sot në darkë o nesër mëngjes që është e shtunë. Ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe shumë faleminderit për pyetjet që më bëni, që jeni kaq shumë të interesuar dhe pse në kaq pak kohë. Jeni shumë të mirë, ju du shumë fort dhe një diçka tjetër. Duhet bëjmë sa më shpejt 1000 subscribers, që për momentin jam 781, sepse do jetë një surprizë shumë e madhe për ju, në momentin që do arrim 1000 subscribers. Kështu që sugjerojeni një tjetrit që të arrim 1000 dhe diçka do merrni dhe ju. Mirupafshim gjithë mirat, ju put fort, shihemi ke vlogu radhës.